Investimet publike, veçanërisht ato që lidhen me infrastrukturën rrugore, shpesh përballen me vështirësi në zbatim dhe duket se projektet pasqyrojnë një realitet të largët. I tillë ka qenë dhe investimi rrugor në një nga lagjet në zonën e Ishkënetës në Durrës. Pikërisht në lagje me numër 15, punimet në infrastrukturë duket se kanë ngelur rrugës. Një pjesë anësore rruge e asfaltuar, një pjesë tjetër jo. Diku më larg disa gropa ende me ujë. Bëhet fjalë për punimet në rrugën Arbri. Kudo kaos, banorët kanë vendosur bariera gurësh në mes të rrugës që ajo mos jetë e kalueshme për shkak se ende nuk i ka parametrat dhe u rrezikon jetën, veçanërisht të fëmijëve. Kabinat e macave të energjisë elektrike ndodhen në rrugë. Banorët tregojnë se operatori i shpërndarjes dhe firma zbatuese e punimeve nuk kanë rënë dakord për sistemimin e kabinave të energjisë elektrike dhe situata ka ngelur në këtë gjendje. Ata ankohen se u është dashur madje të investojnë vetë për të siguruar pakës dritë në rrugë. Unë i kam pas drejtat i kam pas me shtill, hekurit e betonit i ka shen firma me urdhën bashkisë. Tani s'vjen kush mi rregullue, mi ka marrë autobusi përpara, mi ka hedhur që në rrugë. Gjithë macat kanë ardhur elektriku, i kanë anishtu, kam shkuke elektriku, kam bën kërkesë, nuk vjen asnjëri. Mu marr me këtë punë. Të hujt, unë i kam rregullue. Të drejtë këto gjëra, se i kam pasur gjitha autobusi. Shtillën e kam blerë 40.000 lekë e kam vu. Ja ta, 20.000 lekë kam blerë shtillën e hekut e kam vu, po që si do më me vu drejtat në ta. Të kështja vinë është vinë, ku mund ta pun shteti ke pun. Shteti pa shtet. Se me qenë shtet nuk bëhet kështu. A shteti pa, atë është 2 vjet kjo nuk pas sot, pa atë është 2 vjet. Ja atë është 2 vjet që i kam me huj drejtat. Tani shu është e vesja se do. Di rrugë ka, o i shtu, o me në intern. A mund të rej internun? A është e drejt? Kunar vajs nuk jam. I kam me kontrat, drejtat, i pagu i çdo muj, që i kam për shtetit, asisen. Firma thot, i ka elektriku thot i ka firma, mi dhan lek. Edhe asnjone. Afër Durrësit dhe në një nga zonat më populluara të qytetit, kjo është pamja në rrugën Arbri, ku mbizotëron kaosi kudo. Dhe një investim i nisur duket se ka ngelur rrugës dhe vështirë të parashikohet se kur do të përfundojë dhe cili do të jetë rezultati.